Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e madhëruar e falenderojmë, paqja, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi dërguarin e tij Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin pasojën e rrugën e tij deri në ditën e fundit. Një mesazh të shkurtër në lidhje me disa gjëra shumë të thjeshta, mirë po të rëndësishme, të domosdoshme, të cilat besimtari duhet i bëjë si praktik, si zakon, si detyrë çdo natë. Çdo natë që vendos shpinën e tij në shtrat. Pra për të bërë gjumin apo për të fjetur. S'ka dyshim se dhikri, duat, për kujtimi i Zotit që bëhet përpara gjumit, është i gjerë, janë disa, se thua është disa porosi që na ka dhënë dërguari i Zotit dhe disa dua. Mirë po unë po shkëpuz disa pika. Dhe pse pikërisht përpara gjumit? Po ka diçka për atyre mrekullive, për atyre gjërave të cilat janë na ndodhin çdo ditë, çdo natë. Apo? Dhe kalojnë kështu pa u vërejtur mirë, pa u analizuar mirë dhe pa i dhënë hakun, është pikërisht çështja e gjumit. Çështja e gjumit është madhështore, është shojnë prej shenjave të Allahut dhe shumë e frikshme. Sepse çdo natë dorëzohet shpirti. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allahu i merr shpirtrat për çdo natë, thot Allahu lartësuar. Çdo natë shkëputen shpirtrat prej trupave. Mirë po në një mënyrë, në një formë, jo si ajo përfundimtarja që është me vdekjen. Në një mënyrë të tillë që vazhdojnë akoma ta kenë kontaktin me trupin. Se si ndodh, se ku shkon ky shpirt, dhe se si kthehet, dhe se si vazhdon jeta e njeriu, patjetër në gjumë, imagjino rahatohet, do të shikojë dhe ëndra, dhe shpirti në një farë mënyrë pjesërisht është shkëputur, e gjitha kjo është shenjë, mrekulli prej mrekullive të Allahut të lartësuar. Ama kjo është me ajet kuranor që ndodh. Tani çfarë duhet bëjmë ne? Ne duhet të japim një rëndësi jashtëzakonisht të madhe çështjes së gjumit. Përveç shfrytëzimit që duhet të flëm gjumë, shëndetshëm dhe njëra tjetra gjë që ne ndoshta e kemi cënuar shumë, mirë po, përpara gjumit, i dërguari i Zotit lartësuar na ka orientuar në disa veprime, që ai i cili i shfrytëzon dhe i vepron ashtu siç duhet, mund ta quajë me plot bindjen që është muwaffaq. E ka përzgjedhur Allahu lartësuar. E ka përzgjedhur Zoti i gjithësisë dhe vërtet Allahu i do të mirën nëse dikush me të vërtet këtë orientim dhe këtë manual profetik e zbaton çdo darkë. Janë 6 pika apo ndoshta 7 pika të cilat ne do t'i marrim dhe me ndihmën e Zotit lartësuar, lutem Allahun madhroj që të na bëjnë tradit, na bëjnë zakon, të na bëjnë si thua pjesë e fesë tonë. E para dhe shumë e rëndësishme është namazi i vitrit. Është namazi i vitrit. E ju e dini hadithin e Abu Hurajres, i cili ka thënë, mua i shtrenjti im më ka porositur me 3 gjëra, dhe prej atyre 3 gjërave njëra cila ishte, dhe të fal namazin e vitrit përpara se të flë gjumë. Pra mos të flë gjumë përpara se të fal namazin e vitrit. Dhe ne kemi të freskët tani namazin e vitrit, sepse sapo kemi përfunduar teravih dhe bashkarisht e kemi falur namazin e vitit. Namazi i vitit është ai rekati tek një i cili mbyll, përfundon çiftin. E kthen çiftin, e kthen tek. 2 rekate, pastaj 4, 6, 8, 10, kështu me radhë, dhe në fund fare mbyllet me një rekat. Dhe ky rekat që ishte çift bëhet, këto rekate që ishin çift bëhen tek. Pse kjo gjë? Sepse namazi i natës ka dashur Allahu i lartësuar që të jetë tek, të përfundojë në shifër tek. Kurse namazi i ditës të jetë çift. Do thotë ti nëse do të falësh nafile gjatë ditës, do falësh 2, 4, 6, 8, 10, 20, pra gjithmonë do t'i lësh me çift, fal sa të duash, mbetet çift. Namazi i natës duhet mbyllur dhe duhet jetë tek. Dhe pejgamberi alayhis salam thotë, Allahu i lartësuar është një dhe e do tek. Yuhibbul witr, e do atë rekatin që i mbyll këto namaze. Minimumi që mund të falim dhe që duhet të falim si namaz natë është 1 rekat, minimumi, që fill pas namazit të yacis derisa thirret namazi i sabahut. Pa, gjithë kjo natë,
Pse kjo gjë? Sepse është tregues që zemra e besimtarit nuk është një zemër e shkujdesur. Pra nuk kalon gjithë të natë pa përkujtuar Zotin e lartësuar dhe pa. Kur mund të falet? Që fill pas namazit të yatsis deri përpara namazit sabat. Kjo është koha e lejuar. Koha më e pëlqyeshme është në 1/3 e fundit të natës. Është koha ku Allahu i lartësuar me madhështinë e tij zbret siç i ka hije dhe siç i përket madhështisë së Zotit në qiellin e dunjas dhe thot: ku janë robërit e mi? Ka prej tyre që kanë halle, unë të përgjigjem, ka prej tyre që kanë kërkesa, unë dua plotsoj. Dhe kështu me radhë. Kjo është koha e pëlqyeshme. 1/3 e fundit e natës. Koha e lejuar që pas namazit të yatsis. Dakor? Madje dietarët e Islamit në aspektin juridik kanë diskutuar shumë gjërë dhe gjatë çfarë gjykimi ka namazi i vitrit. Për shembull tek Hanefit, te medhebi Hanefit, te shkolla e Hanefite, namazi i vitrit është wajib. Është një shkallë më lartë se sa sunet e pëlqyeshme. Që do thotë ai i cili e lë merton qortim. Pasi ka mundësi lë dikush diçka që Allahu i lartësuar thotë unë e dua këtë namaz. Atëherë meriton qortim. Mirë, por në mendimin më të saktë të shumicës së dietarëve, namazi i vitrit është i pëlqyeshëm nëse dikush e braktis dhe lë, pra tërësisht, në kuptim nuk e fal fare, meriton qortim. Meriton qortim, por nuk është në shkallën që të jetë i detyruar që robi të jetë përgjegjës dhe të jap llogari përpara Allahut të lartësuar. E rëndësishme. Ne tani po diskutojmë diçka që e do Zoti ynë, e do Allahu i lartësuar. Prandaj që në këtë moment që nga unë i pari e bëjmë si detyrë, edukojmë veten tonë që të falim namazin e vitrit. 5 namazet na i ka obliguar Zoti i lartësuar, sabahun, drekën, iqindin, akshamin, yatsin, pastaj 2 namazet më të rëndësishme gjatë natës ose 2 namazet më të rëndësishme pas farzit, cilat janë? Ja është namazi i vitrit, është dhe 2 rekate të sunet të namazit sabahut. Këto nuk i ka lënë pejgamberi arsam edhe kur ka qenë në udhëtim, edhe kur ka qenë sëmur, edhe kur ka qenë i angazhuar. Këto 2 namaze, përveç namazeve farz, nuk i ka lënë i dërguari Allahut të lartësuar asnjëherë. Pse kjo gjë? Për peshën e madhe që kanë. Namazi i vitrit dhe 2 rekate sunet të sabahut që pejgamberi arsam ka thënë janë më të mira se sa dunjaja dhe çfarë kanë ato. Kush fal 2 rekatet, imagjinoni që lexonte kul ya ayyuhal kafirun dhe kul huwallahu ahad. Sa që thoshte Aisha, se pejgamberi sa më kishte zakoni falte në shtëpinë e tij, pastaj vinte në xhami. Thoshte, nuk e kuptoja, e thoshte Fatihan apo jo. A që do thotë nuk janë 2 rekate që të robi të lodhet dhe të këndoj gjatë apo është e pëlqyeshme që të lexoj gjatë. 2 rekate shumë të lehta. Mirë, po i do Allah dhe shpërblen janë më të vlefshme se sa dunjaja dhe çfarë kanë ata. Kjo është e para. Çfarë duhet të bëjmë përpara gjumit? Të mos vendosim kokën jashtë për të dorëzuar shpirtin Zotit, sepse në një formë apo formën tjetër çfarë bëjmë? Gjumi thonë është vdekja e vogël. Është vdekja e vogël, dorëzohet shpirti. Atë përpara se ne tani marrim detyrat e shtëpisë, çfarë do të bëjmë përpara se të flëmë gjumë? E para, falim, e bëjmë kulturë, e bëjmë kriter, detyrë vetes, falim namazin e vitit. Ai që do, pasi po mirë, nëse dikush ka bërë plan në 1/3 e fundit, përpara se të thirret ezani, çohet në gjysmëore, 20 minuta, diçka më shumë apo diçka më pak, dhe fal 3 rekate, fal 5 rekate, fal 7 rekate, fal 9, fal 11, fal sa të doj, minimum 1 rekat, nëse ka bërë plan dhe ka edukat në 1/3 e fundit të natës, akoma më mirë. Pa çohet pak më herët se sa të thirret ezani sabahut. Akoma më mirë. Nuk do e fal që pas yatsis dhe është plotësisht në rregull. Kjo është e para. E dyta, shumë e rëndësishme, është të flësh gjumë me abdest. Të flësh gjumë me abdest. Pra në gjendje të pastër. Është mëse normale që ti fill pasi të zëri gjumin, çfarë do bësh? Abdesti automatikisht do prishet. Është mëse normale. Mirë po, fakti që ti shko dhe merr abdest. Dhe pastaj bën jetën të flësh gjumë me abdest në gjendje të pastër, kjo është mburoj, është shenjë i imani, besimi. Dhikri që ti do bësh, do ta bësh me abdest. Shpërblimi është akoma më i madh. Nëse cakton Allahu i lartësuar që robi t'i dorëzoj shpirtin e Zotit gjithësisë në atë natë, ja ka dorëzuar shpirtin në një natë që ka fjetur me abdest. Tjetër gjë mburoj nga shejtani i mallkuar, nga të këqijat që mund të vinë,
nga kjo natyrë, nga kjo formë, përsëri kjo buroj, kjo fortifikat është akoma më theksuar dhe më e madhe. E shumë benefite dhe mirësitë të tjera. E treta shumë e rëndësishme është leximi i ajetit Kursi. Dhe secili për nesh e di peshën, rëndësinë dhe vlerën e ajetit Kursi. Mirë po, ndonjëherë ja qellojmë që e themi përpara se të flejmë gjumë, ndonjëherë harrojmë, ndonjëherë bijmë gjumë të lodhur apo të përgjumur dhe kështu me radhë. Jo, ajeti Kursi, detyrë. Çdo natë. Pse? Sepse premtimi i madh cili është që ai i cili e thotë mbrëmje, përpara se të përgjum, vazhdon një mbrojtës prej Allahut lartësuar ta mbrojë dhe ta ruajë derisa të gdhihet. Derisa të hapi syt. Ky është meleku i qëndron te koka. Nga se e mbron nga çdo gjë e keqe. Mburoj. Përveç përgëzimeve të tjera të panumërta të shumta të cilat janë. Ajeti Kursi, ajeti më madhështor në Kur'anin famulart, i cili që nga fillimi deri në fund është përshkrimi i Allahut lartësuar, emrat, atributet, madhështia, të madhërishmit të Allahut, nuk ka mundësi që të qëndroj përballë këtij ajeti dikush apo diçka. Prandaj është mburoj nga çdo gjë e keqe. E katërta, shumë e rëndësishme, është ta bëjmë zakon dhe kulturë të lexojmë nga Kur'ani famulart përveç ajetit Kursi që dhe një faqe nga Kur'ani famulart. Pra që do thotë jep një sinjal Zotit gjithësisë, me zemrën tënde dhe me programin tënd, që unë jam shumë i lidhur me Kur'anin famulart. Shumë i lidhur me librin tënd. Pse? Sepse është një paralajmërim në Kur'anin famulart, ku Allahu i Lartësuar thotë në surën Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Dhe tha profeti, o Zoti im, si është me popullin tim që këtë Kur'an e braktisë. Me hëgjura e kanë braktisur, pra nuk i japin rëndësi. Atëherë zemra e besimtarit është e lidhur me Kur'anin, me fjalën e Allahut të Lartësuar, lexon një faqe, gjysmë faqe, disa ajete, diçka më shumë, diçka më pak, mirë po është shenjë imani, shenjë që ke zemrën të lidhur me librin e Allahut të Lartësuar. Tjetër shumë e rëndësishme, nuk tentojmë për të fjetë gjumë përpara se të themi 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah dhe 34 herë Allahu Akbar. Është energji për zemrën, është qetësi për trupin dhe të shërben ky dhikr që nuk merr më shumë se 2 minuta, të shërben më shumë se sa një shërbëtor i cili mund të jetë në gatishmërinë tënde kurdoherë për gjatë gjithë kohës. Dhe këtë përgëzim pejgamberi alsam ju e dini, ja dha Fatimes dhe Aliut. E gjeti bijin e tij dhe Aliu radiallahu anhu një ditë në shtëpinë e vet dhe u kërkoi direkt Fatime, thotë: "O dërguari i Allahut, o prindi i dashur, më mundsoj një shërbëtor të më ndihmoj, sepse me të vërtetë u lodhem shumë në punën e shtëpisë, në angazhimet që kam." Dhe pejgamberi alesam thotë: "Unë do t'ju orientoj të dyve tek një dhikr, tek një përkujtim i cili do t'ju shërbejë, do t'ju japi më shumë energji, më shumë bereqet, më shumë efikasitet se sa një shërbëtor." Cili është 33 përpara se të vini gjumë, do thoni 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 herë Allahu Akbar. 100 të plota. Do t'ju shërbej më shumë. Sa u bën? U bën 100. Sa pika u bën? U bën 4 apo 5? 5. Mirë, e gjashta është një dua që kush e thot në para se të flër gjumë, përpara se të flej gjumë, dhe nëse cakton Allahut të ndrojë jetë, të rrëzoj shpirtin e Zotit gjithësisë, i shkruhet nga Allahu i Lartësuar se ka vdekur në fitra, në natyrshmërinë e pastër, në islamin e kulluar që Allahu i Lartësuar ka zbritur. Cila është kjo dua? Kush e di? Allahumma aslamtu nafsi ilayk. Wa wajjahtu wajhi ilayk. وإليك والجهت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Kjo dua, çdo thot në shqip, Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk waljahtu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk. Më kalojmë edhe mua pa thënë edhe po, la melja o la menja minke illa i lejk, amentu bi kitabike ledhi enzelt, o bi rasulike, o nebike ledhi arselt.
O Allah, ta dorëzova shpirtin ty, të besova çështjen time ty. Pra shpirtin ta dorëzova ti, çështjen time ta kam dorëzuar, ta kam besuar ti. E drejtova fytyrën time ka ti. U mbështeta plotësisht tek ti. Me shpresë dhe frikë ndaj teje. Pa kjo është gjendja që unë kam në raport me ty, o Zot. Shpresë dhe frikë ndaj teje. Nuk ka streh dhe as shpëtim prej teje përveç tek ti. Kudo fshihesh, kudo strehohesh nga Allahu i lartësuar. Vetë tek kush? Tek Allahu i lartësuar. Shumë madhështore. Kam besuar në librin tënd që e zbrite dhe në profetin tënd që e dërgove. Në një farë mënyrë ke përmbledh gjithë qasjen tënde, besimin tënd, imanin, përditshmërinë tënde në këtë dua. Që thelbi dhe esenca e saj është, o Allah, unë të jam mbështetur, të kam njohur, të kam besuar dhe gjithë çështjen time të kam dorëzuar ti, o Zot. Dhe kjo është jashtëzakonisht madhështore. Çfarë thotë pejgamberi Alisa? Thotë, kush e thotë këtë dua dhe ndron një jetë gjatë natës, ka vdekur si musliman. Dhe ka vdekur në ala fitra, në pastërti, në islamin e pastër dhe ka të garantuar xhenetin. Dhe fundit është, dhe kjo është ndoshta edhe më e rëndësishme, besimtari çdo natë ka llogari me veten, merr në llogari veten e tij dhe analizon veten e tij. Ashtu sikur çdo tregtar dhe çdo biznesmen bën bilancin ditor, hyrjet, daljet, çfarë fitova, çfarë humba, pse pikërisht humba sot, ku gabova, çfarë mund të bëja më mirë, a mund të fitoja më shumë, plani që duhet të bëj për ditën e nesërme, atëherë dhe besimtari bën një analizë. Dhe bën një analizë dhe merr në gjykim dhe merr në llogari veten e tij. Për gjërat e mëdha, madje edhe për gjërat e vogla, merr në llogari veten e tij dhe planifikon për nesër. Se çfarë do bëj për nesër. Kush arrin bë diçka të tillë, është i destinuar që për një kohë shumë të shkurtër të ecë në tokën e Zotit lartësuar pa mëkate, pa gjunahe dhe një njeri i plotësuar. Sepse Zotin e përkujton shumë, e adhuron shumë dhe veten e tij e merr shumë në llogari për të madhe dhe për të vogël, për fjalë, për vepra, për qëndrime, e merr shumë në llogari. Dhe do vi një moment që ky njeri patjetër që do plotësohet. Do pastrohet të gjitha mangësitë, veset, problematikat që mund të ketë, por njëkohësisht e do plotësohet me të gjitha virtytet dhe cilësitë e larta me ndihmën e Allahut të lartësuar. Kjo është një formulë që thonë dietarët e Islamit, e cila duhet patjetër të praktikohet prej muslimanit derisa të bëhet kulturë, derisa të bëhet një krijohet një boshllëk në veten e tij që pa e plotësuar, pa e thënë të nuk plotësohet ky boshllëk. E thot, e bën të gjithën këtë, pastaj thot bismillah dhe flegjum. Kush më thot sa mund të marri prej kohës? Sa minuta mund të marr? Sa? Shto diçka, merr më shumë, edhe më pak. Po të qoftë një gjysmore. Jo që mund të them që nuk i merr një gjysmore. Të gjitha mund të marrin një 15 deri në 20 minuta, me abdestin, me namazin e vitrit dhe me këtë dhikr që tha. 15-20 minuta. Të përkthyera ato në sevape. Allahu e di pse bëhet fjalë. Të përkthyera në gjendje, imagjino në freski shpirtërore, në rahati, në qetësi, fol sa të duash. Pastaj në garanci, në premtim, në përgëzim prej Allahut të lartësuar. Dakor, në mbrojtje, prandaj është një thesar, detyr shtëpie për gjithsecilin për nesh me ndihmën e Zotit të lartësuar, sepse unë jam i pari që shumë prej këtyre gjërave lëmandit. Që lutim Allahun të lartësuar të na lehtësojë, të na mundsojë derisa të na bëhet pjesë e vakt, që nuk jetojmë dot patëm. Allahu nderoft, Allahu na mbuloj me mirësitë e tij, subhanallahu ve bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.